E kemi vetëm edhe një marrëveshje ndërkombëtare, pastaj e kemi edhe projekt ligjin për buxhetin për vitin 2026, prandaj po vazhdojmë. Shqyrtimi i projekt ligjit numër 10 L006 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë mes Republikës Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin Edukimi në fëmijërinë e hershme dhe kujdesi për kapitalin njerëzor të Kosovës. Edhe për këtë projekt ligj nevojitet që të shmangemi nga afatet procedurale, prandaj e ftoj zonjën Agafci që ta bëjë propozimin për shmangje. Edhe kjo është pra një marrëveshje e radhës me Bankën Botërore, konkretisht Agjencinë Ndërkombëtare për Zhvillim, për projektin Edukimi në fëmijërinë e hershme dhe kujdesi për kapitalin njerëzor të Kosovës në shumë prej 18.6 milion eurove. Po ashtu vlen teksohet që projekti ka përfituar edhe një grant nga Banka Botërore në shumën prej $2 milion amerikan. Kredia ka kushte mjaft të mira të financimit me një kozgjatje prej 30 vitësh, 5 prej tyre janë grace periud, ndërkaq norma e interesit ngjajshëm sikur se marrëveshja paraprake është 0.64% interes vjetor. Qëllimi kryesor i këtij projekti është të ndikojë në përmirësimin e qasjes së fëmijëve në institucionet e edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme, po ashtu projekti synon edhe përmirësimin e cilësisë së institucioneve që ofrojnë shërbime të edukimit të hershëm përkatësisht grup mosha 0 deri në 6 vjeç. Projekti ka disa komponentë. Përmes komponentit të parë do të përkrahet ngritja e nivelit të kornizës regulative për të siguruar standarde të cilësisë për ofruesit e shërbimeve për edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme. Ky komponent do të realizohet duke zhvilluar një kornizë kombëtare të cilësisë për këto institucione dhe duke ngritur kapacitetet e profesionistëve të angazhuar në to. Në komponentin e dytë, projekti synon integrimin shumë sektorial në shpërndarjen e shërbimeve për edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme në mënyrë që të sigurohet angazhimi koordinuar institucional në ofrimin e këtyre shërbimeve. Komponenti i tretë ndërkaq përfshin ndërtimin e disa qendrave të reja të ofrimit të këtyre shërbimeve, pra qerdheve, dhe në rast nevoje renovimin e atyre ekzistuese. Po ashtu kjo komponent përfshin dizajnimin dhe zbatimin e një skeme të kuponëve përmes të cilëve familjet do të kenë mundësi të dërgojnë fëmijët e tyre në këto qendra. Pra ai granti prej $2 milion parasheh ndarjen e vaucherëve apo kuponëve për familjet në asistencë sociale në mënyrë që edhe ato familjet kenë mundësi të dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe, por me kosto të mbuluar nga ky grant. Komponenti 4 ndërkaq përfshin përkrahjen ndaj zbatuesit të projektit, këtë rast Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, për të menaxhuar dhe monitoruar projektin. Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij projekti në ngritjen e cilësisë së edukimit hershëm parashkollor, ju ftoj për miratim të kësaj marrëveshje. Faleminderit. Faleminderit ministër. Fjala është e kryetarit komisionit, zoti Aliti. Faleminderit kryetare. Komisioni për buxhet, punë transfere në bazë të ndjenjë 83 paragrafi 5 e rregullorës së Kuvendit në mbledhjen e botër me 13 shkor 2026 ka shqyrtuar projekt ligjin në fjalë dhe vendosi që Kuvendi t'ia paraqesë këtë rekomandim. Të miratohet projekt ligji numër 10 L006 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim AZN për projektin Edukimi në fëmijërinë e hershme dhe kujdesi për kapitalin njerëzor të Kosovës. Kërkoj që gjithë deputetët ta përkrajnë. Faleminderit. Faleminderit nderuar zoti Aliti. Në salë janë të pranishëm 108 deputet, prandaj edhe luz deputetët që me ngritje dore të deklarohen. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë 102 deputet kanë votuar për këtë marrëveshje, asnjë kundër, asnjë abstenim. Rrjedhimisht i ratifikuam gjitha marrëveshjet ndërkombëtare. Faleminderit edhe një herë gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës për mbështetjen e tyre.